Në një kohë kur historia shkruhej me gjak dhe lavdi, në brigjet e lashta të Adriatikut ngrihej një mbretëri që do të trondiste themelet e perandorive. Ishte koha e taulantëve, fisit krenar i lirë. Dhe në krye të tyre qëndronte një emër që do të gdhendej përjetësisht në kujtesën e kombit, Glauku. Në një ag të largët të historisë, ku dielli linte për të parë guximin e burrave dhe përëndonte për të qmallur shpatat e përgjakura, lindi Glauku, biri i tokës, zëri i maleve dhe fryma e një populli që nuk përulej. Ai nuk ishte thjesht mbret, ishte simboli i krenarisë së një kombi, trashëgimtari gjakut i lirë që rridhte si lumenjtë egër përmes maleve të Dardanot Taulantis. Para se të zhytemi më thellë, nëse jeni krenar për historinë tonë i lire dhe dëshironi të mësojmë bashkë për figurat që bën krenar kombin tonë, atëherë mos harroni ta pëlqeni këtë video, të abonoheni në kanalin Histori Epike dhe të shtypni zilen që të mos humbasni asnjë rrëfim tjetër nga lashtësia shqiptare. Kjo është mbështetja më e madhe për punën tonë dhe motivimi ynë për të sjellë histori që nuk duhen harruar kurrë. Që në rinin e tij, Glauku tregoi urtësi e trimëri që i tejkalonin kufit e kohës. Ai nuk i besonte fjalëve boshe, por vepronte me shpirtin e një luani. Në kulmin e lavdisë së tij, Glauku sundonte një nga territoret më të mëdha dhe më të rëndësishme të Ilirisë së Jugut. Mbretëria e taulantëve shtrihej nga brigjet e Adriatikut, ku valët përkëdhelnin bregun e Durrësit të sotëm deri në luginat pjellore që ka përcenin lumin Shkumbin. Ajo përfshinte qytete të lashta si Apollonia e Epidamni, dy nga portet më të rëndësishme të mesdheut lindor. Në Glaukun kjo tokë nuk ishte thjesht një hartë me kufi, por një truall i shenjtë ku çdo gur, çdo mal e çdo përrua kishte një histori, lufte e krenarie. Ai ishte mbreti i një populli që nuk njihte pranga. Dhe kjo tokë që ndodhej në qendër të interesave të të mëdhenjave, mbeti e lirë sepse Glauku nuk e shiste asnjë pëllëmb për paqe të rreme. Një nga sfidat më të rënda të mbretërisë ishte përballja me një prej figurave më të mëdha të historisë botërore, Aleksandrin e Madh. Kur ky nisi fushatat për të nënshtruar të gjitha tokat rreth Maqedonisë, vështrimi i tij ra edhe mbi Ilirin. Por ajo që e priste nuk ishte nënshtrim, por qëndresë. Glauku, duke parë rrezikun që afrohej, lidhi besën me Klitin, tjetër mbret i lirë. Dy prijës i lirë, dy zemra që rihnin njësoj për Ilirin, u bën blok ndaj arrogancës së Maqedonisë. Edhe pse Aleksandri kishte mposhtur shumë mbretëri, në viset i lire hasi në diçka ndryshe. Një shpirt që nuk thyhej, një vend që nuk shitej dhe një popull që nuk dinte të dorëzohej. Ai mundi të kalonte, por kur nuk i theu ilirët. Aleksandri mposhti aleancën ilire në betejën e Peliumit, por nuk arriti të thyente mbretërinë taulante të Glaukut. Glauku nuk luftonte vetëm me armë, ai ndërtonte ura, krijonte aleanca dhe përhapte ndikimin e tij në gjithë Adriatikun. Ishte ai që i dha streh një fëmije që do të bëhej legjendë, Pirro së Epirit. Pirro ishte djali i mbretit të Epirit, Aikidit, i cili ishte kushëri i mbretëreshës Maqedone Olimpias, i cila ishte nga fisi i Molosëve, si vet Aikidi. Ai i shkoi në ndihmë nënës Aleksandrit të Madh disa herë në luftën e saj kundër mbretit tjetër Maqedon, Kasandrit, e kjo bëri që ushtria epiriote nga paknaqësia të kryengriteshin dhe ta rrëzonin vetë atë nga froni, duke e lënë Epirin në vasalitet të Kasandrit.
Aekidi u mërgua në Peloponez. I biri i tij Piro, përndjekur nga intrigat e Kasandrit të Maqedonisë, mbeti pa mbrojtje. Ishte Glauku që hapi dyert dhe zemrën për këtë fëmijë të pafajshëm. Piro ishte vetëm 2 vjeç kur e sollën në pallatin e Glaukut, i lodhur nga rruga, i pafaj, por me gjak mbretëror që kërkonte drejtësi. Historiani grek Plutarku përshkruan se kur Piro u dërgua në pallatin e Glaukut, ai ishte në shtëpi me gruan e tij. Fëmia i vogël u vendos në tokë midis këmbëve. Piro u zvarrit me duar e këmbë deri te Glauku dhe pasi kapi rrobën e tij, u ngrit në këmbë duke kapur gjunjët e mbretit. Glauku qeshi dhe më pas dërgoi Piron te gruaja e tij, Berea, dhe e urdhëroi që ta arrit atë bashkë me djemtë e tjerë. Vetë gruaja e Glaukut kishte prejardhje nga fisi i molosëve, si vetë Piroja. Glauku nuk e pa thjesht si një strehimtar, por si një amanet të shenjtë. Ai e rriti me dashurinë e një babai dhe e stërviti me urtinë e një prijesi të lashtë. E rriti në oborrin e tij si një bir, me mësime të urtësisë, burrërisë dhe drejtësisë. Aekidi tentoi edhe një herë të rimerte mbretërinë e tij, por ai u mposhtë nga ushtria e Kasandrit duke vdekur nga plagët e luftimeve. Piro, tashmë 6 vjeçar, mbeti jetim. Kur Kasandri i Maqedonisë dërgoi njerëz për t'i kërkuar dorëzimin e fëmijës, Glauku u përball me tundimin më të madh. U ofruan thesare, aleanca e deri tek një pjesë e Epirit, por Glauku refuzoi me fjalët që u bën legjendë. Nuk e shes një jetim, e aq më pak kur ai mban gjakun e një mbreti të rrëzuar pa drejtësisht. Të ma kishit ofruar botën, përsëri s'do ta kisha dorëzuar. Dhe kur Piro mbushi 12 vjeç, Glauku bëri diçka që pak mbretër do të kishin guxuar. Marshoi drejt Epirit, e pushtoi atë pa mëshirë për intrigantët dhe vendosi në fron birin e tij të adoptuar, Piron. Nuk ishte pushtim, por rindërtim i drejtësisë, dhe historia nisi ta quante Glaukun jo vetëm mbret të taulantëve, por mbrojtës të ligjshmërisë dhe besës. Glauku nuk kërkoi kurrë lavdi për vete. Ai kërkoi vetëm që populli i tij të jetonte i lirë, me nder dhe tokën nën këmbë. Sot pak e njohin emrin e tij, por ai është aty, në gjakun ton, në gurët e rënojave i lire, në legjendat që nuk ushuan kurrë. Nëse dikush të thotë se ilirët nuk kishin qytetërim, përmende Glaukun. Nëse dikush të thotë se historia jon nis me të tjerët, kujtoja se shumë para tyre kishte një mbret që luftoi, ndërtoi dhe jetoi për kombin, Glauku i taulantave. Nën hijen e lisave të lashtë dhe frymën e detit që flet gjuhën e korrave, emri i Glaukut kumbon si një kushtrim i lashtësisë që nuk shuhet. Ai është frymëzim, ai është kujtesë. Ai është zëri i ilirisë që thërret. Unë isha këtu dhe do të jem për jetë. Kjo ishte historia e Glaukut, mbretit që nuk e la lirin peng, që i qëndroi besës dhe e mbrojti të drejtën, edhe kur bota e tundonte me arë. Çfarë mendoni ju për figurën e Glaukut, mbretit të taulantëve? A meriton më shumë vend në librat e historisë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Le ta bëjmë bashk një tryezë shqiptare, ku historia merr jetë dhe krenaria jon gjen zë.